Zoti Spira, ju shpesh jepni këshilla lidhur me vonesën e të folur, dhe shumë prindër janë kurioz të dinë më shumë rreth kësaj. Pasi her pas here shohim sinjale ose element që nuk mund që i konfuzojnë me shenjat e autizmit. Duke u ndalur pikërisht aty konfuzion që sapo përmenda. Cilat janë ato shenjat e rremja që shpesh prindit i shohin si autizëm, por në të vërtetë janë pjesë e një vonese të folurit? Është gjë e ndryshme, shumë e ndryshme midis një fëmijë autik dhe një fëmijë me vonesë të folur. Një fëmijë me vonesë të folurit ka syt vështrimin, ka dhe vënien e veshit. Ai është i uritur për të koptuar, për të thithur, për të marrë dhe për të shprehur. Ndërsa një fëmijë me autizëm është gjithmonë problematik në vështrim dhe në vënie veshje. Ai nuk të vështron në sy dhe nuk e kthen kokën kur ti i flet në emër. Janë dy karakteristika që bien menjëherë në sy nga prindi i kujdesshëm. Shpesh thuhet që autizmi është kryesisht gjenetik. Sa e saktë është kjo? Nuk them se është gjenetik, është një predispozit. Është një predispozit që lind bashkë me fëmijën, por pastaj avaditjet shumë në kushtet e rritjes së fëmijës, sidomos ekranet celular, televizor, kompjuter, e vadisin shumë këtë predispozit. Nëse me fëmijën, qoftë edhe nëse ai ka predispozit autike, me fëmijën, nëse merremi në fillim, luaj me të, komunikoj me të, ai fëmijë nuk do të bëhet kur autik. Çfarë ndodh konkretisht në zhvillimin e komunikimit tek një fëmijë me autizëm? Ai komunikimi është shregullimi kryesor. Dhe në komunikim vihet re që ata nuk kanë dëshirë, nuk të ftojnë në komunikim. Duhet të bësh shumë përpjekje që t'i ftosh dhe të marrësh vëmendjen. Janë shumë interesagjim dhe komunikimi është, pasi komunikimi është babai gjuhës. Nga komunikimi lind e folura, lind gjuha, nga dëshira për të komunikuar, dëshira që kemi ne me njëri tjetrin bën që ne të komunikojmë. Cilat janë shenjat më të hershme që prindit shpesh i injorojnë? Janë vështrimi dhe vënia e veshit. Që 6 muaj, fëmia duhet të kthej kokën kur të jetë rreth në emër. E thret bledi dhe ai duhet të kthej kokën menjëherë. Është vështrimi i tij që ka një vështrim të kuturu, nuk shikon shumë, dhe elementë të tjera të cilat vijnë re nga specialisti jo nga prindi. Po prindi duhet të vrapojë menjëherë për të bërë një konsult me fëmijën, nëse vëre që ka probleme në vështrim dhe në vënien e veshit, në kthimin e kokës kur e thret në emër. A ngatërohet autizmi me vonesa të zakonshme të folurit? Po, ngatërohet, po nga specialisti nuk ngatërohet kurrë. Sepse siç u thash në fillim, ka një ndryshim midis vonesës së të folurit, ku fëmia është tërë sy, tërë vesh dhe do të kapi dhe ka një vonesë për shkak edhe pse ai në shtëpi flitet 2 gjuhë, dhe nga një fëmijë me autizëm. Çfarë ndryshimi real sjell ndërhyrja e hershme? Ndërhyrja e hershme është vendimtare. Sa më shpejt të ndodh ndërhyrja e hershme, aq më mirë është. Ndërhyrja e hershme është elementi kryesor në trajtimin e problemeve të autizmit, të vonesave të gjuhës dhe të çdo çrregullimi që ka fëmia. Një ndërhyrje e hershme ka rezultate gjithmonë shumë të mira. A diagnostikohet vonë autizmi në Shqipëri? Jo, tani ka filluar edhe Shqipëria, po ecën si gjithë vendet e botës së përparuar. Ka filluar shumë që të diagnostikohet shumë shpejt. Ne na vinë në klinikë fëmijë që janë 15 muaj, 16 muaj, bile dhe 8 muaj, na kanë ardhur në klinikë. Pra është vënë re një ndërgjegjësim i madh. Dhe kjo fal punës së madhe që ka bërë Qendra Rajonale e Autizmit me drejtoresh Liri Berishën, doktoresh Liri Berishën, e cila ka sjell trajtimet më të fundit në autizëm. A kemi mjaftueshëm profesionistë në Shqipëri? Kemi mjaftueshëm profesionistë në Shqipëri dhe këta janë stërvitur te Qendra Rajonale e Autizmit dhe pothuajse në Tiranë dhe në përrethë ka shumë. Ndryshe është një çik në fshat, është në fshat më ndryshe, si në çdo fushë të jetës që është kështu, por në Tiranë dhe në rrethë ka shumë specialistë që trajtojnë autizmin. Cili është miti më i rrezikshëm që hasni nga prindrit? Miti më i rrezikshëm është që më ma shikojnë të tjerët të ruhen dhe një çik, ose do flasi, edhe në rrugë, po ta vësh re, takon një dhe thot ha mos e imi foli 4 vjeç, jo po ti thuash kur u bë burr. Pra nuk duhet pritur, duhet në një herë të vraposh te specialisti.
A është vërtet që disa fëmijë kalojnë vetë pa terapi? Jo, nuk është e vërtet. Nuk kalohet pa terapi. Kalohet, nëse është autizëm, kalohet vetëm me terapi dhe me një përkujdesje të madhe të prindërve. Duhet që prindit të jenë aty me fëmijën, të zhvillojnë interbashkëpunimin me të, një bashkëpunim shumë të madh me fëmijën. Sa ndikojnë rrjetet sociale në keq informimin për autizmin? Nuk them se ndikojnë keq, në rrjetet sociale që unë shfrytëzoj dhe që i kam kështu, bëhet një ndërgjegjësim i mirë për autizmin. Ka specialistë shumë të mirë në Shqipëri që flasin për autizmin si bashkëkohor. Në viteve 90 ky fenomen nuk është hasur shumë, nuk ka qenë i përhapur, kundrejt viteve të fundit. Si i trajtoheshin më parë fëmijët dhe pse është ky ndryshim kaq i madh? Po, atëre është e vërtet që para viteve 90, 80, 90, ky problem ka qenë më pak i përhapur, e para njëherë sepse edhe kriteret e diagnostikimit nuk ishin kaq të rrepta sa janë sot, dhe fëmijët me autizëm ishin më të rrallë, sepse jeta, po ta marrim në Shqipëri, ishte shumë sociale. Dhe këta fëmijë me njëri përkisin grupit, edhe komunizmi, të donte në një grup, të donte në qerdhe, në kopësht, pra i përkisin sa më shumë grupit dhe nuk ishte individual. Nuk ishin ekranet, kaq të përhapur ekranet, ishte një kinema të Cepi Lagjes, ku shkonin fëmijët, ku shkonin të rriturit. Pra kishte shumë arsye që ne bënim një jetë sociale, shumë sociale. Ku bëri bum autizmi? Bëri në Amerikë, në Angli, në Kanada, në vendet e zhvilluara, ku filluan që fëmijët në një dhomë tani të linin në një dhomë katrore, të hipnin në një taksi katrore, të vinin në një ashensor katror, të futeshin në një dhomë katrore ku i prisin 3 katror të rrezikshëm. Celular, kompjuter, televizor. Prandaja ka qenë më pak i hasur më përpara dhe më ashtu. Si trajtoheshin? Trajtoheshin në komunitet. Po të vëshëre, për shembull, unë gjatë jetës sime të punës kam vënë re që shumë pak fëmijë më vinë nga këta fëmijë që quhen fëmijët e rrugëve. Do thuash që ata nuk çajnë kokë për këtë. Jo, çajnë kokë sepse marrin kemp, marrin para, po patën një fëmijë me problem. Por ata fëmijët e rrugëve, po ti shikosh, rriten në rrugë, rriten ku ka lëvizje, ku ka ndërveprim, kërkojnë një lek, kanë bukën e gojës, kështu që si do t'ja dalin. Dhe po të shikosh pastaj fëmijët e tjerë që plotësohet dëshirat në një dhomë që me celular. Më tregonte një mik që në plazh me pishin dhe me detin afër, 2 fëmijët e tij loznin kompjuter brenda në dhomë. Nëse një prind dyshon, cilat janë 3 hapat e parë që duhet të bëj? E para njëherë duhet të mbledh mendjen, edhe t'i thoj vetes që shiko, këtë shans kam, ky më ra tashti, dhe gjëja e dytë duhet të bëj që të vej te specialisti sa më parë, dhe gjëja e tretë filloj terapi. Sa më herët fillon terapia, siç e tham në fillim, aq më mirë është për fëmijën. Çfarë duhet të shmangin absolutisht prindrit nëse ka një fëmijë të smur? Duhet të shmangin ekranet. Sepse fëmijët sot bebeve nuk po i japin rrëket e famshme që na kanë rritur dhe na kanë. Rrëkja nuk është kot, rrëkja është për vështrim, për vënie veshi, kthehemi nga vjen zhurma dhe të mos u japin celular në dorë fëmijëve. Do doja edhe një mesazh të fundit nga ju për çdo prind që ka has probleme të tilla me fëmijët. Atëre, unë jam shumë i vogël të japim mesazh të madh për prindit, por do të thoshja që prindër, nëse bëheni të tillë, merrni përgjegjësi. Fëmia të do pranë, mos rreni shumë mbas lekut dhe mbas gjërave të tjera. Merruni me fëmijën, sidomos vitin e parë, vitin e dytë. Aty është gjithçka luhet në këto vitet e para të jetës. Merruni me ta sa më shumë, krijoni ndërveprim dhe luani me ta dhe mos hiqni dorë në rrëket.